Në prag të zgjedhjeve të 11 maj, Chris Lascivita, drejtuesi i fushatës së Partisë Demokratike, vazhdon të komunikojë me kandidatët dhe përkrahasit e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, duke theksuar se mobilizimi i votuesve është jetik për suksesin e kësaj fushate. Edhe pse nuk është fizikisht në Tiranë, ai vijon të udhëheq përmes komunikimeve online dhe flet për rëndësinë e mobilizimit në çdo cep të vendit. Është jetike që çdo zonë votimi, në çdo lagje të ketë lista të njerëzve që e dim që se na mbështesin dhe duhet të sigurohemi që të dalin dhe të votojnë. Kontakti der më der, person më person është mënyra më efektive për të bindur dikë të votojë për ju. Mos ndaloni së punuarit deri në momentin kur mbyllet qendrat e votimit. Duhet të përfitoni nga çdo orë mbetur. Një tjetër pikë thelbësore që Lascivita i kushtoi vëmendjes është rëndësia e votuesve të pavendosur, të cilët ai beson se do të kenë ndikim të madh në përfundimin e zgjedhjeve. Ai kërkon që fushata të fokusohet tek ta votues për t'i bindur ata që të mbështesin Partinë Demokratike. Votuesit e pavendosur janë ata që në këtë moment do të vendosin fatin e zgjedhjeve. Është thelbësore t'u flasësh atyre dhe t'u shpjegojnë se si ekonomia dhe dështimi i Edi Ramës gjatë 12 viteve të fundit kanë ndikuar. Shpjegojani atyre, tregojani atyre. Këto votues do të jenë më të prirur të na mbështesin. Nëse Edi Rama nuk e ka siguruar votën e tyre deri tani, nuk do ta sigurojë as në 10 ditët e ardhshme. Për Lascivita, ekonomia dhe nevoja për ndryshim janë kryefjala e fushatës. Ai theksoi se shqiptarët ka nevojë për një qeveri të re që do t'i ofrojë mundësi më të mëdha dhe një drejtim. Është e qartë dhe shumë e rëndësishme që në këto ditë të fundit të fushatës i tregojmë qytetarëve se kush është përgjegjësi për gjendjen e mjërukshme ekonomike dhe mungesën e mundësive në Shqipëri. Është vetëm një person, Edi Rama. Po aq e rëndësishme është të flasin me qytetarët tani, jo vetëm për atë që ka sjell këtë rrëmuj, por edhe për atë që është më i përgatitur për ta zgjidhur. Dhe ky është doktor Berisha, janë kandidatët për kuvendin e Shqipërisë kudo në vend. Për Lascivita, fitoria është matematik dhe ai e krahasoi këtë situatë me qëndrimin e presidentit amerikan Donald Trump pas një sulmi ndaj tij në korrik. Kur presidenti Donald Trump u qellua në korrik, ai bëri të qartë se çfarë donte nga amerikanët, të luftonin. Dhe sinqerisht, kjo është pikërisht ajo që shqiptarët duhet të bëjnë. Ju duhet të luftoni, duhet të merrni pjesë në zgjedhje dhe nëse e bëni këtë, do të fitoni.